Po me këshir live është tjetër ma vetë, ma ndryshe. A e ka dhënë me kampin nacional në Ajvali. Ilir Blakçori që është lëndu në një duel. Ajo ndeshje është zhvillu në kompleksin në FFK-s në Ajvali. Ky kompleks është në ndërtim me sipër, domthonë ende nuk ka përfundu. Ja, kjo është pomja që... Ka më bo një kompleks shumë i mirë, po ja që nuk e di nëse i ka plotësu, nëse kjo fush i plotëson kushtet për zhvillimin e ndeshjet të Superligës. Sidomos mas kësaj pomje, domthonë është pak tu është rrezikohet edhe seriozisht jeta e një futbollisti edhe nuk e di. Nëse ka bëj edhe trajneri Frezojt, ka pas thonë që kjo fush nuk i... Po, në Vildede ka deklaruar që nuk i plotëson. Nuk i plotëson kushtet, kështu që po vret edhe të kjo foto trega mas mire që është një futbollist përfundon thera. Njerë mendojsha që është ai. Domethënë se çka si natur post është po e vërtetova që ka qenë e vërtet Super League. Kena më qujtë Super League, tash. Kanë erë Jakomis. Ndoshta Jakomis më pajtu me ato fjalë që ka thonë këngëtari MC Kresha. Po këtu fort kryetori i ka shteti, më vjen keq për një skuadër si Prishtina Res, është shumë e organizuar, është një skuadër që ka investuar shumë mirë në ekip, edhe nuk ka një fushë, domethënë mbredh për një fushë nuk ka fushë të vetën. Domthon këto shtete kalon këtë skuadër pa mëshirën e kur kujdesh. Gjithë bëjmë si mysafir. Gjithë ndeshjet do të milu si mysafir. Domthon nuk ka fushë vetën, edhe pse një skuadër shumë e mirë edhe është përkeqare. Mendoza. Jashtë mysafir mbrana neutral. Luti Lipian s'di ku. Po bre, për një fushë domthon nuk ka qenë në gjendje komuna ose shteta kush duhet mja rregullu një fushë s'po letor më smerona për thera. Një fushë është rregulluar, mirë, po ende nuk është gati për kjo zhvillim ndeshjet kampionale. Kjo nuk është kjo foto do të mbetet shumë gjatë në regjistrat e njerëzve që kanë pas rast me po, edhe po mendoj që akoma po përballemi me një situatë, me një gjendje alarmante të futbollit Kosovës, ku dy skuadra për të dyja pikët kanë qenë jetike në këtë takim, përballen me një infrastrukturë tillë e cila me një moment caktuar ka mund me qenë edhe dekjepruese. Domethënë një fushë që mund të rrezikohet jeta e lojtarit për shkak të faktorëve anësor. Kjo është gjendje e tmerrshme. Domethënë nuk e di, unë më gëzoj fakti që Iliri ka pështu me lëndime të lehta, sepse aty ka mujt me ndodhë gjithçka. Edhe tash veç imagjinoni për shembull ndoshta një incident me sy apo diçka tjetër, po imagjinoni pjesën tjetër të futbollistëve edhe ndeshje tjera që kanë me u lujt, si ka me uzbe performanca futbollistëve kur e dinë se përballen me një rrezik tillë. Edhe a duhet që një futbollist ta rrezikoj jetën edhe të shkojë deri në fund duelit kur e dinë që mas 1 metra ka mu përballë me les, me thera, me bagrema, që mi thonë. Domethënë kjo është një gjendje shqetësuese që prap na kthen taj fakti se pse tifozët po largohen ditë më shumë nga ndeshjet kampionale tonat. Unë e kisha me qujtë Super League, edhe është Super League, ka me vazhdu me qenë Super League, mendoj që këto është shumë mirë që mos të relativizohen edhe të sensibilizohen sa më shumë që shteti të ndërmerr hapa, veç që kanë fillu disa stadiume me u renovu edhe me punu në to, po që duhet akoma më shpejt për shkak që jemi shumë vonë, na binë me një situatë ku të paktën mund të zhvillohen ndeshjet normalisht. Sepse kjo fush nuk të lejon ty me zhvillu një ndeshje normale. Nëse na vina te një infrastrukturë që mundemi me zhvillu ndeshje normalisht, pastaj kemi me i dhonë ku vetës që me mujt me kriju kushte perfekte.